Për shëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe nga ëngjëjt. Ç'na thon ëngjëjt për ditën e sotme? Mendo pozitivisht. Gjithmonë, në jetën tuaj, duhet mendoni në mënyrë pozitive. Sepse, duke menduar pozitivisht, ka diçka më të mirë në jetën tuaj, pra do të ndodhë diçka më e mirë në jetën tuaj. Menduar pozitivisht. Asnjëherë nuk duhet të mendoni negativisht, thot. Gjithmonë pozitivisht, që të arrihet ajo që ju keni menduar në jetën tuaj. Sepse në qoftë se thot besoni tek ajo që ju mendoni të realizoni në jetën tuaj, nëse besoni vërtet, do të ndodhi diçka e mrekullueshme, një e madhe do të ndodhi në jetën tuaj, një përgjigje pozitive nga ëngjëllit do të vijë në jetën tuaj shumë shpejt. Gjithmonë, duke menduar pozitivisht, juve do t'ju realizohen ëndrat dhe dëshirat tuaja, do të bëjnë realitet në jetë nga ëngjëllit tuaj. Tani, do marrim disa mesazhe nga yjet, nga hëna dhe nga dielli. Ç'na thon yjet, hëna dhe dielli? Dielli. Dielli është kujtuesi se çdo ditë është një mundësi e re për të ndriçuar. Si dielli që ngroh çdo mëngjes dhe shpirti ngrihet çdo mëngjes sot si rrezet e diellit. Në drita e diellit zgjon në trupin tim dritën e shpirtit, thot, gjithmonë në zemër. Pra, gjithmonë ndriçohet në zemër drita e diellit, ndriçon në zemrën tuaj. Yjet. Yjet janë lutje të pashta që ndriçojnë nga larg. Qielli natës është pasqyra e shpirtit që kërkon dritë. Ne jemi pluhur yjesh që ëndërrojmë të kthehemi në dritë. Dhe hëna, kemi dhe hënën, sa herë hëna rritet dhe shpresa zgjerohen në zemër, hëna është frymëzim për ata që shohin në zemër. Si valët që ndjekin hënën, ashtu dhe shpirti ndjek dritën. Këto ishin disa nga mesazhet e yjeve, diellit, hënës dhe ëngjëllve. Faleminderit shumë, miqtë e mi.